Përshëndetje, si është morali i Grevizës sot? Përshëndetje. Morali deri tani është mirë, është lartë. Edhe më tepër janë kolegët që rrinë jashtë që kanë bojkotuar punën, ata janë që na mbështesin, sigurisht. Na mbështesin edhe veten e tyre, se kauza është e përbashkët. Ka patur shqetësime ndonjëherë për Grevizën? Sot mëngjes kishim një 2-3 çuna, 2-3 kolegë që kishin luajtur tensioni, një 2 kishin tension të lartë. E matëm me aparatin e tensioni që kishin vetë. E pam që ishte tensioni lartë, njoftuam ambulancën, erdhën e kontrolluan, bën medikamentet e vetë, gjelpëra më duket, nuk di çfarë bën. U stabilizua, po. Po. Atëherë, ju nuk tërhiqeni nga kërkesat tuaja? Jo, nga kërkesat kurse si jo. Bile sa më shumë ditë kalojnë, aq më shumë shtohet vendosmëria jo, po. Pashka se edhe ne jemi ngrevurie, po besoj se do të dalim. Kthim.